Në mars të vitit 1995, kur punonësit e arkivave shtetërore hynë në dhomën e fshehtë të ish selisë së sigurimit në Tiranë, ata gjetën diçka që i bëri të ngrimin. Dhjetëra mijëra dosje të mbushura me denoncime, fotografi të fshehta, transkripte bisedash private, lista me emra të njerëzve që ishin spionuar fqinjet, miq, madje edhe familjarët e tyre. Por ajo që ishte më e tmerrshme nuk ishin vetëm dokumentet, ishte shënimi në shumicën e tyre, informatori i afërt familjar. Në atë moment, të gjithë e kuptuan se po hapeshin dyert e ferit më të madh psikologjik që kishte njohur ndonjëherë Shqipëria. 20 milion faqe që do t'i thyenin zemrat e mira familjeve. Por pse këto dosje u ruajtën me aq kujdes, ndërsa regjimi i Enver Hoxhës u shem? Çfarë të vërtetash aq të rrezikshme fshinin ato saqë vetë oficerët e lartë të sigurimit kishin frikë t'i lexonin? Imagjinoni se po qëndroni në një dhomë plot me dosje. Të gjitha mbartin emrin tuaj. Hapni njërin prej tyre dhe shihni shkrimin e dorës së dikujt që njihni mirë, vëllai juaj, gruaja juaj, fëmia juaj. Fjalët në atë faqe po tregojnë gjithçka që keni thënë në privatësi, çdo ankesë të vogël, çdo shaka për qeverinë, çdo dyshim që keni shprehur. Dhe në fund të faqes, shihni nënshkrimin. Është nënshkrimi i njeriut që keni besuar më shumë në botë. Kjo nuk është një eksperiment imagjinar. Kjo është saktësisht ajo që i ndodhi Agim Çelës, një piktor i njohur nga Shkodra, në verën e vitit 1996. Ai ishte duke kërkuar në Institutin e Studimit të Krimeve të Komunizmit, duke provuar të kuptojë pse ishte arrestuar në vitin 1968. Agimi mendonte se e dinte përgjigjen, kishte folur me një koleg për pikturën e Picassos, kishte thënë se arti perëndimor kishte vlera. Por kush e kishte denoncuar? Ai mendonte se ishte dikush nga galeria ku ekspozonte. Kur hapi dosjen e tij, përgjigja e goditi si një shupllak. Faqja e parë e dosjeve ishte një letër me shkrimin e dorës që ai e njihte prej 30 vjetësh. Ishin vërejtjet e Petrit Lumës, shokut të tij më të ngushtë, njeriut me të cilin kishte ndarë ëndrat, planet, sekretet më intime. Petrit kishte shkruar çdo fjalë që Agimi kishte thënë për Picasson, por nuk ishte vetëm kaq. Kishte edhe komente për mënyrën se si Agimi vishej, për librat që lexonte, për faktin se nuk përshëndeste gjithmonë fotografinë e Enver Hoxhës në zyrën e tij. Subjekti tregon shenja të mentalitetit borgjez, shkruante Petrit. Konsideroj se duhet vënë në mbikëqyrje të fortë. Agimi mbajti letrën në duar për disa minuta pa lëvizur. Rreth tij, arkivistët po punonin në heshtje, por ai nuk i dëgjonte dot. Mendja e tij po kthehej në atë ditë të janarit të vitit 1968, kur Petrit kishte ardhur në shtëpinë e tij me një shishe raki. Jam këtu për ty, shoku im, kishte thënë Petrit. Do të dalësh nga kjo, do të shohësh. Dhe Agimi i kishte besuar. Kishte qarë në shpatullën e Petrit atë natë, duke menduar se kishte të paktën një mik të vërtetë. Por dosja vazhdonte. Faqe pas faqeje, raporti pas raportit. Petrit kishte qenë informator për sigurimin për 22 vjet. 22 vjet të besnikërisë së rreme. 22 vjet të përqafimeve që ishin vetëm maskë për spionim. Agimi pas se Petrit kishte denoncuar edhe njerëz të tjerë, kolegë, fqinje, madje edhe kushëririn e tij. Çdo raport ishte shkruar me kujdes, me detaje, me një lloj përkushtimi që të bënte të ftohtë. Historia e Agimit nuk është e veçantë. Ajo është vetëm një nga dhjetëra mijëra histori të ngjashme që dolën në dritë kur arkivat e sigurimit u hapën. Por sa njerëz ishin vërtet informator? Sa prej atyre që ju rrethonin çdo ditë po shënonin çdo fjalën tuaj? Dhe më e rëndësishmja, si arriti regjimi i Enver Hoxhës ta kthente një kombë të tërë në një sistem gjigant spionimi ku askush nuk mund t'i besonte askujt? Në vitin 1991, kur kërkuesit hynë për herë të parë në arkivat e plota të sigurimit në Tiranë, ata filluan të numëronin dosjet. 2 javë më vonë, ende po numëronin. 1 muaj më vonë, numri po u dukej i pabesueshëm. Në fund, pas gati 3 muajsh pune intensive, ata arritën në një shifër që ja mori frymën Shqipërisë, 20 milion dokumente. 20 milion faqe të mbushura me jetë njerëzisht të shkatëruara, me denoncime, me plane të manipulimit psikologjik. Le të themi këtë në perspektivën e duhur. Shqipëria në vitet 80 kishte rreth 3 milion banor. Kjo do të thotë se ekzistonin 6,5 dokumente për çdo shqiptar, fëmijë, pleq, burr, grua.
Por shumica e këtyre dokumenteve nuk ishin thjesht të dhëna statistikore. Ishin përshkrime të detajuara të jetës së përditshme, të bisedave private, të lëvizjeve, të misive, të madje edhe të ëndrave që njerëzit ndanin me të afërmit e tyre. Duragron Tufa, një historian që kaloi 15 vjet duke studiuar këto arkiva, shpjegon se si funksiononte sistemi. Sigurimi kishte kategorizuar popullatën në nivele të ndryshme të rrezikut, thot ai. Kishte elementet armiqësor që monitoroheshin 24 orë në ditë. Kishte elementet e dyshimit që kontrolloheshin çdo javë. Dhe kishte qytetarët e zakonshëm që ende mbikëqyreshin, por jo aq intensive. Por edhe në kategorinë e fundit, çdo person kishte të paktën 5 ose 6 informator që raportoheshin për të. Çfarë do të thotë kjo praktikisht? Do të thotë se kur ju uleshit në një darkë familjare, kishte mundësi që 2 ose 3 nga të pranishmit të ishin duke mbajtur shënime mendore për çdo fjalë tuaj. Kur dilnit për një kafe me miq, dikush po e memorizonte bisedën. Kur flisni me bashkëshorten tuaj në dhomën e gjumit, kishte mundësi që ajo ta raportonte bisedën tuaj të nesërmen në takimin me rregulluar me oficerin e sigurimit. Historia e Luljeta Shkapas e tregon këtë më mirë se çdo statistikë. Luljeta ishte mësuese në Vlorë, grua e devotshme ndaj partisë, antare e dalluar e organizatës së grave. Në vitin 1997, kur ajo kërkoi dosjen e saj, priste të gjente vetëm raportet e mira, lëvdata për punën e saj, për besnikërinë ndaj idealeve socialiste. Por ajo që gjeti e la pa fjalë. Dosja e Luljetas kishte 226 faqe. Në 210 prej tyre, informatori ishte bashkëshorti i saj, Iliri. Për 23 vjet martesë, Iliri kishte raportuar çdo gjë për Luljetan, çdo ankesë të vogël për kushtet e punës, çdo dyshim për korrektësinë e vendimeve të partisë, madje edhe faktin që Luljeta ndonjëherë harronte të përshëndes portretin e Enver Hoxhës në korridorin e shkollës. Subjekti tregon lodhje ideologjike, shkruante Iliri në një raport të vitit 1973. Propozoi kontroll më të rrept. Por e çuditshme ishte se Luljeta vet ishte informatore. Dosja e saj tregonte se ajo raportonte për Ilirin. Për 23 vjet, ajo kishte shkruar raportet e saj të rregullta, për mënyrën se si Iliri fliste për ekonominë, për dyshimet e tij të vogla, për faktin që ai ndonjëherë dëgjonte Radio Tiranën me pak entuziazëm. Ishte një grua që spiononte burrin e saj, ndërsa burri spiononte gruan. Dhe asnjëri as tjetri nuk e dinin se po luanin të njëjtën lojë të tmerrshme. Kur Luljeta dhe Iliri u takuan për herë të parë pas zbulimit të dosjeve, takimi u mbajt në zyrën e një psikologu. Iliri u përpoq të shpjegonte. Më thanë se po të mbroja, tha ai. Më thanë se nëse unë nuk raportoja, dikush tjetër do ta bënte dhe do të ishe në rrezik. Luljeta qeshi, një të qeshur të hidhur dhe të thyrë. Edhe mua më thanë të njëjtën gjë, tha ajo. Edhe unë mendova se po të mbroja. Martesa e tyre përfundoi 2 javë më vonë. Ata nuk mund ta shihnin më njëri tjetrin pa parë tradhtin. Por si arriti sigurimi ta krijonte këtë sistem? Si ja doli të rekrutonte aq shumë njerëz që të tradhtojnë ata që duhet I donin më shumë? Përgjigjja ndodhet në një sistem të sofistikuar të manipulimit psikologjik që filloi që në ditët e para të regjimit të Enver Hoxhës dhe u përsosi gjatë 41 vjetëve të sundimit të tij. Në vitin 1948, kur komunistët morën pushtetin në Shqipëri, Enver Hoxha e kuptoi diçka që shumë diktatorë të tjerë nuk e kishin kuptuar ende. Forca e vërtetë e një regjimi totalitar nuk qëndron në policinë e tij të dukshme, por në frikën e padukshme që shpërndan të çdo shtëpi, të çdo familje, në çdo marrëdhënie njerëzore. Nëse mund ta bëjë një baba të dyshojë te djali I tij, një grua të dyshojë te bashkëshortin, një mik të dyshojë te shoku, atëherë nuk të duhet një ushtri e madhe policie. Vet populli bëhet policia. Në fillim të viteve 50, Hoxha thiri oficerët më të lartë të sigurimit në një mbledhje të fshehtë në rezidencën e tij në blok. Ajo që u tha atje nuk u regjistrua kurrë zyrtarisht, por 3 pjesëmarrës të asaj mbledhje e kanë konfirmuar më vonë përmbajtjen kryesore. Hoxha tregoi se kishte studiuar me kujdes sistemin e ngutës sovjetike, stasin e Gjermanisë lindore dhe policinë sekrete të Rumanisë. Por ai mendonte se të gjitha këto kishin një dobësi, ato mbështeteshin shumë te frika fizike dhe jo mjaftueshëm te frika psikologjike. Nëse njerëzit din kush I përgjigjet, ata mund të kujdesen, shpjegoi Hoxha. Por nëse nuk din kujt t'i besojnë, nëse dyshojnë të gjithë, atëherë ata censurohen vetë.
Dhe censura e vetë është armë më e fuqishme se çdo burg. Qëllimi ishte i qartë, duhej krijuar një sistem ku çdo shqiptar të mos kishte besim te askush, madje as te familja e tij më e ngushtë. Plani filloi me rekrutimin masiv të informatorëve. Por sigurimi nuk kërkonte vetëm vullnetar. Ai përdorte një sistem të sofistikuar të presionit dhe manipulimit. Metoda e parë ishte shantazhi patriotik. Njerëzit thirrëshin në zyrën e sigurimit dhe u tregoi se partia kishte nevojë për ndihmën e tyre, se armiqt e popullit ishin kudo, se vetëm përmes vigjilencës së të gjithëve mund të mbahej e sigurt revolucioni socialist. Për shumë njerëz, veçanërisht të rinj që ishin rritur me propagandën komuniste, kjo ishte mjaftueshëm. Por për ata që nguronin, ekzistonin metoda të tjera. Metoda e dytë ishte presioni familjar. Nëse dikush refuzonte të bëhej informator, sigurimi e gjente një të afërm të tij që kishte bërë diçka të dyshim në të kaluarën, një gjysh që kishte qenë pronar toke, një xhaxha që kishte jetuar në Perëndim, një vëlla që kishte thënë diçka kritike për regjimin. U tregoi se ky të afërm mund të kishte probleme, përveç nëse ata ndihmonin sigurimin. Nuk ishte kërcënim i drejt për drejt, por mesazhi ishte i qartë. Metoda e tretë ishte më e sofistikuar, përsosja e dyshimit. Sigurimi do t'i jepte një personi informacione të rreme se dikush nga miqt ose familja e tyre po raportonte për ta. Kemi informacione se fëmijë juaj po thot gjëra për ju, i thonin. Nuk mund të ju tregojmë më shumë, por do të ishte në interesin tuaj të na ndihmoni të verifikojmë nëse ai është vërtet i besueshëm. Në këtë mënyrë krijonin një zinxhir të pafund dyshimi dhe spionimi reciprok. Fadil Kokomani, një ish oficer i sigurimit që u arratis në Greqi në vitin 1988, ka folur gjerësisht për këto metoda. Ne e quanim rrjetin e Merimangës, thot ai. Sa më shumë njerëz të regjistronim si informator, aq më lehtë bëhet të rekrutonim të tjerë. Sepse pastaj mund t'i thojë dikujt, filan person po punon tashmë me ne, pse jo edhe ti? Dhe kjo krijonte një presion social. Nëse refuzoje, mendoje se do të bëheshe i vetmi armik në mes të patriotëve. Por një aspekt tjetër i sistemit ishte edhe më i tmerrshëm. Sigurimi nuk u besonte informatorëve të tij. Çdo informator kishte informator të tjerë që po raportuan për të. Ishte një sistem që ushqehej me vetveten, një spirale e pafund e dyshimit dhe tradhtisë që e kapte të gjithë vendin në rrjetat e saj. Në vitin 1960, sigurimi filloi një eksperiment të quajtur Operacioni Pasqyra. Qëllimi ishte të testojë besnikëria e vet informatorëve. Oficerët e sigurimit i thërrisnin një informator dhe i thonin se kishin marrë raporte se ai po fliste kundër partisë. Informatori i tronditur do të mohonte. Mirë, do të thonin oficerët, atëherë prove besnikërinë tënde. Na thuaj kush janë 5 njerëzit më të afërt që ke dhe çfarë sekretesh din për ty. Ishte një test i tmerrshëm, nëse informatori jepte emra, ai po tradhtonte të afërmit e tij për të shpëtuar veten. Nëse refuzonte, ai i bëhej i dyshim. Rreth 85% e atyre që u testuan dhan emra. Dhe pastaj sigurimi i rekrutonte edhe ata njerëz. Kështu, çdo informator po krijonte informator të rinj pa e ditur. Rrjeti po zgjerohej në mënyrë eksponenciale. Në vitin 1968, Enver Hoxha mbajti një fjalim të fshehtë para Komitetit Qendror ku shpalli se çdo shqiptar duhet të jetë syt dhe veshët e partisë. Plani ishte ambicioz, brenda 10 vjetësh, ai donte që të paktën një në çdo 3 shqiptar të ishte informator aktiv. Dhe çuditërisht, ai pothuajse e arriti këtë qëllim. Deri në fund të viteve 70, sigurimi kishte regjistruar rreth 130.000 informator aktiv në një vend me 3 milion banor. Por si jetoi në një sistem të tillë? Si ndikonte kjo në jetën e përditshme të njerëzve të zakonshëm? Historia e familjes Marku nga Durrësi ofron një pasqyrë të dhimbshme të kësaj realiteti. Familja Marku përbëhej nga 6 anëtar, babai Pietri, nëna Drita dhe 4 fëmijët, Gjoni 25 vjeç, Maria 22 vjeç, Tomori 19 vjeç dhe Arlinda 15 vjeç. Në jashtë, ata dukeshin si një familje e lumtur socialiste. Pietri punonte si inxhinier në portin e Durrësit, Drita ishte mësuese, Gjoni studionte për mjek, Maria punonte në një shkollë fillore, Tomori ishte nxënës i shkëlqyer dhe Arlinda sapo kishte filluar shkollën e mesme. Por brenda shtëpisë, një tjetër realitet jetonte.
Kur dosjet e sigurimit u hapën, u zbulua se të gjithë anëtarët e kësaj familjeje, përveç Arlindës që ishte ende shumë e re, ishin informator. Pietri raportonte për Dritën. Drita raportonte për Pietrin. Gjoni raportonte për të dy prindërit. Maria raportonte për Gjonin dhe për Tomorin. Dhe Tomori, megjithse i mitur, kishte filluar kohët e fundit të raportojë për gjithë familjen. Kur zbuluan të vërtetën për njëri tjetrin në vitin 1995, familja Marku u mblodhën për një darkë të fundit. Asnjëri nuk foli shumë. Çfarë mund të thoshin? Çdo bisedë që kishin pasur për 20 vjet ishte raportuar nga dikush tjetër në dhomë. Çdo ankesë e vogël për jetën, çdo shpresë për një të ardhme më të mirë, çdo shaka e pafajshme ishte përfunduar në një dosje të sigurimi. Në fund të darkës, Pietri u ngrit dhe foli. Unë kam nevojë t'ju them diçka, tha ai. Unë nuk e kam dashur kur ta bëj. Më thanë se nëse nuk raportoja për Dritën, ajo do të kishte probleme. Mendova se po e mbaj të sigurt. Drita qau. Edhe unë, tha ajo. Edhe unë mendova se po të mbroja. Pastaj Gjoni foli, pastaj Maria, pastaj Tomori. Të gjithë kishin arsyet e tyre, justifikimet e tyre, frikën e tyre. Por në fund, arsyeja nuk ndryshonte faktin, ata kishin tradhtuar njëri tjetrin për 2 dekada. A mund të falet një traditë e tillë? A mund të vazhdojë një familje pas zbulimit se gjithçka ka qenë një gënjeshtër? Dhe nëse kjo ndodhi në një familje, sa familje të tjera jetuan të njëjtën tragjedi, në vitin 1973, sigurimi filloi një program të ri që e quante Operacioni Rënjë. Qëllimi ishte i thjeshtë por i tmerrshëm, të rekrutoheshin fëmijë si informator kundër prindërve të tyre. Dokumentet që u gjetën në arkiva tregojnë se ky program filloi si një eksperiment në 5 shkolla të Tiranës, por brenda 3 vjetësh u zgjerua në të gjithë vendin. Oficerët e sigurimit hynin në shkolla dhe identifikonin nxënësit më të zgjuar, më të devotshëm ndaj partisë, ata që shkruanin ese të zjarrta për socializmin. Këta fëmijë thirrëshin në një zyrë të veçantë dhe u shpjegoi se partia kishte nevojë për ndihmën e tyre në një mision shumë të rëndësishëm. Metoda ishte e sofistikuar. Nuk u thuaj fëmijëve se duhej të spiononin prindërit. Jo, kjo do të kishte qenë shumë e drejtë për drejtë. Në vend të kësaj, u thuaj se duhej të mbronin familjen e tyre nga ndikimet e këqija. Ndonjëherë prindërit tanë, pa dashje, mund të thonë gjëra që nuk janë të sakta, u shpjegoi. Ata mund të ndikohen nga propaganda armiqësore pa e kuptuar. Detyra juaj është të na ndihmoni t'i mbrojmë ata nga gabimet e tyre. Ishte një manipulim i përsosur, fëmia mendonte se po bënte diçka fisnike, diçka që do t'i shpëtonte familjen. Historia e Bledar Hysës tregon se si funksiononte kjo në praktikë. Bledari ishte 13 vjeç kur u rekrutua në vitin 1974. Ai ishte nxënësi më i mirë i klasës, kryetari i organizatës pioniere, një djalë që recitonte poezi për Enver Hoxhën me një pasion që i bënte mësuesit të qanin nga krenaria. Kur oficeri i sigurimit e thiri në zyrë, Bledari mendoi se do të merrte një çmim. Shoku Bledar, i tha oficeri, ne kemi vërejtur se ti je një pionier shembullor. Partia ka nevojë për njerëz si ti për një detyrë të veçantë. Bledari u ndez nga krenaria. Çfarë duhet të bëj, shoku oficer? Pyeti ai. Oficeri buzëqeshi. Thjesht dua që ti të më tregosh çfarë flasin prindërit e tu në shtëpi. Jo sepse ata janë armiq, jo. Por sepse ndonjëherë njerëzit e mirë mund të ndikohen nga propaganda e huaj pa e kuptuar. Nëse ti më tregon, ne mund t'i ndihmojmë para se të bëjnë ndonjë gabim. Bledari filloi të raportojë çdo javë. Në fillim ishin gjëra të vogla, baba i tij kishte ankuar se racionet e bukës ishin zvogëluar, nëna kishte thënë se dyqanet ishin bosh. Por oficeri e inkurajonte të jepte më shumë detaje. Shumë mirë, shoku Bledar. Por më thuaj, çfarë tjetër thanë? Si e tha baba yt? Ishte i mërzitur? Ishte i zemëruar? Përmendi dikë tjetër? Dhe Bledari, duke dashur të kënaqte oficerin, jepte gjithnjë e më shumë informacione. Pas 6 muajsh, baba i Bledarit, Ramizi, u arrestua. Akuza ishte propagandë armiqësore dhe përpjekje për të minuar ekonominë socialiste. Dëshmia kryesore ishin raportet e Bledarit. Në gjyq, prokurori lexoi fjalët që Ramizi kishte thënë në tryezën e darkës, fjalë që vetëm familja mund t'i kishte dëgjuar. Ramizi kuptoi menjëherë.
A I pa nga galeria ku ishte ullur familja dhe sytë e tij u takuan me ata të Bledarit. Në atë moment, Bledari e kuptoi se çfarë kishte bërë. Ramizi u dënua me 10 vjet burg. Bledari u përpoq të vizitoj babajnë në burg, por Ramizi refuzoi ta takoj. Për 10 vjet babai nuk foli asnjë fjalë me të birin. Kur doli nga burgu në vitin 1984, Ramizi u kthye në shtëpi, por nuk e pa kur Bledarin në sy. Jetoi në të njëjtën shtëpi, hëngri në të njëjtën tryezë, por për të Bledari nuk ekzistonte më. Në vitin 1996, kur Bledari gjeti dosjen e tij dhe kuptoi se sa sistematikisht ishte manipuluar, ai u përpoq të flasë me babajnë. Baba, isha vetëm 13 vjeç, tha ai. Nuk e kuptoja. Mendonin se po të mbroja. Ramizi e pa për një moment, pastaj ktheu kokën. Ti ishe 13 vjeç, tha ai. Por unë isha në burg për 10 vjet. 10 vjet ku çdo ditë mendoja për fjalët që kisha thënë në shtëpinë time, në tryezën time, me familjen time. 10 vjet ku e dija se dikush nga familja më kishte shitur. Dhe kur zbulova se ishe ti, diçka vdiq brenda meje. Ramizi vdiq 3 muaj më vonë. Bledari thot se babai I tij vdiq nga zemra e thyrë, jo nga sëmundja. Por programi Operacioni Rënjët nuk ishte I vetmi mënyrë se si sigurimi shkatëronte familjet. Ekzistonte edhe një taktik tjetër, më e sofistikuar dhe më e tmerrshme, krijimi I familjeve të rreme. Kjo ishte një metodë që sigurimi e mësoi nga Stasi I Gjermanisë Lindore, por e përsosi në mënyrën e vet unike. Në vitin 1965, sigurimi identifikoi rreth 200 persona që konsideroheshin element potencialisht të rrezikshëm intelektual, artist, ish student që kishin studiuar jashtë vendit para vitit 1948. Këta njerëz nuk kishin bërë asgjë konkrete kundër regjimit, por profili I tyre I bënte të dyshim. Sigurimi vendosi të përdorte një metodë të re, në vend që t'i arrestonte, do t'i kontrollonte duke u krijuar marrëdhënie të rreme. Plani ishte I thjeshtë por diabolik. Sigurimi do të identifikonte një person të synuar, le të themi një intelektual beqar. Pastaj do të gjente një grua të re, të bukur, që ishte e gatshme të punonte për sigurimin, ose nga bindje ideologjike, ose nga frika, ose nga shantazhi. Kjo grua do të takojë rastësisht me personin e synuar, do të fillonte një marrëdhënie romantike, do të martohej me të dhe pastaj do të raportonte çdo gjë për të për vitet e ardhshme. Historia e Petrit Vorpsi është ndoshta shembulli më I dhimbshëm I kësaj taktike. Petriti ishte një shkrimtar I talentuar nga Korça, 28 vjeç, që kishte studiuar letërsi në Universitetin e Tiranës. Në vitin 1966, ai takoi Anën, një vajzë 25 vjeçe që punonte si bibliotekar. Takimi duke I rastësishëm, Ana kishte rrëzuar disa libra në bibliotekë dhe Petriti e kishte ndihmuar t'i mbledhte. Ata filluan të flisnin për letërsinë, zbuluan se kishin shije të ngjashme dhe brenda 6 muajsh u martuan. Për 23 vjet, Petriti dhe Ana jetuan atë që dukej si një martesë e lumtur. Ata patën 2 fëmijë, ndërtuan një shtëpi të vogël, ndan ëndra dhe plane. Petriti I besonte Anës gjithçka, dyshimet e tij për regjimin, frustrimet e tij si shkrimtar që nuk mund të shkruante atë që donte, madje edhe planet e tij të fshehta për të shkruar një roman që do të kritikonte në mënyrë alegorike diktaturën. Por Ana po raportonte gjithçka. Çdo bisedë, çdo plan, çdo dyshim. Dosja e Petrit Vorpsi që u gjet në arkivat e sigurimit përmban 835 raporte të shkruara nga Ana gjatë 23 vjetëve të martesës. Raportet janë të detajuara në mënyrë të frikshme, ajo përshkruan jo vetëm çfarë tha Petriti, por edhe gjendjen e tij emocionale, shprehjet e fytyrës, madje edhe ëndrat që ai tregonte në mëngjes. Në një raport të vitit 1972, Ana shkruan, subjekti sonte më tregoi se po mendon të shkruaj një roman për një mbret që bëhet I çmendur nga pushteti. Tha se do ta bëj si një përrallë historike, por është e qartë se po flet për situatën aktuale. Propozoi masa parandaluese. 2 javë më vonë, Petriti u thirr në sigurimi dhe u paralajmërua se çdo përpjekje për të shkruar letërsi dekadente do të kishte pasoja. Ai nuk e kuptoi kurrë se si e dinin për romanin e tij, ai ja kishte treguar vetëm Anës. Kur dosjet u hapën në vitin 1995, Petriti lexoi raportet e Anës për orë të tëra. Ai nuk qau, nuk u zemërua, thjesht lexoi në heshtje. Kur mbaroi, ai shkoi në shtëpi dhe I tha Anës një fjalë të vetme. Pse?
Ana u përpoq të shpjegoj. Më rekrutuan para se të takoheshim, tha ajo. Më thanë se nëse nuk pranoja, familja ime do të kishte probleme. Në fillim, mendova se do të ishte vetëm për pak kohë. Por pastaj u bë jeta ime. Dhe pastaj të dashurova vërtet. Por nuk mund të ndaloja. Ata më thanë se nëse ndaloja, do të zbulojë gjithçka dhe ti do të dënoheshe. Petriti e dëgjoi në heshtje. Pastaj tha, pra ti më ke dashur dhe më ke tradhtuar në të njëjtën kohë për 23 vjet. Çdo puthje ishte e vërtet dhe e rreme. Çdo të dua ishte i sinqert dhe një gënjeshtër. Si është e mundur kjo, Ana? Si jeton dikush me një kontradikt të tillë? Ana nuk kishte përgjigje. Ata u ndan një muaj më vonë. Fëmijët e tyre, që ishin rritur duke menduar se kishin një familje të lumtur, zbuluan se e gjithë fëmijëria e tyre kishte qenë një gënjeshtër e kujdesshme. Por sa familje të rreme kishte krijuar sigurimi? Dokumentet tregojnë se midis vitit 1965 dhe vitit 1985, të paktën 148 martesa u organizuan drejt për drejt nga sigurimi. 148 çifte ku njëri partner ishte informator i caktuar posaçërisht për të monitoruar tjetrin. 148 familje që ishin ndërtuar mbi gënjeshtër dhe tradit. Por çfarë ndodhte me ata që refuzonin të bashkëpunonin me sigurimin? Çfarë ndodhte me ata që, pavarësisht presionit, pavarësisht kërcënimeve, thonin jo? Historia e Gjergj Lulës nga Shkodra na jep përgjigjen. Gjergji ishte një mësues matematike, 29 vjeç, i martuar me 2 fëmijë. Në vitin 1970, ai u thirr në zyrën e sigurimit dhe ju kërkua të raportoj për kolegët e tij mësues. Gjergji refuzoi. Nuk kam parë asgjë të dyshimt, tha ai. Oficeri buzëqeshi. Shoku Gjergj, të gjithë shohin diçka nëse shohin me kujdes. Mendoje mirë. Kjo është për të mirën e vendit. Gjergji u kthye në shtëpi dhe i tregoi gruas së tij, Dritës, për takimin. Drita u tremb. Duhet të pranosh, tha ajo. Nëse refuzon, do të kemi probleme. Por Gjergji ishte i vendosur. Nuk mund ta bëj, tha ai. Këta njerëz janë miqtë e mi. Si mund t'i tradhtoj? Javën tjetër, Gjergji u thirr përsëri. Përsëri refuzoi. Oficeri nuk buzëqeshi më. Po bën një gabim të madh, shoku Gjergj, tha ai. Mendoje për familjen tënde. Brenda një muaji, Gjergji humbi punën. Arsyeja zyrtare ishte riorganizimi i stafit, por të gjithë e dinin të vërtetën. Ai u përpoq të gjente punë tjetër, por çdo shkollë e refuzonte. Pastaj filluan problemet e tjera. Fëmijët e tij filluan të kenë vështirësi në shkollë, mësuesit i kritikonin vazhdimisht, shokët e klasës i shmangën. Drita humbi punën e saj si infermiere. Familja filloi të vuante nga uria. Pas 6 muajsh, Gjergji u thirr përsëri në sigurimi. Shiko se çfarë po i ndodh familjes sate, i tha oficeri. Gjithçka mund të ndalet nëse ti thjesht bashkëpunon. Gjergji, i dobësuar nga uria, i shkatëruar nga faji që familja e tij po vuante për shkak të tij, ende refuzoi. Nuk mund, tha ai. Nëse pranoj, do të jem një njeri tjetër. Dhe nuk dua që fëmijët e mi të rriten duke parë atë njeri. Në vitin 1972, Gjergji u arrestua me akuzën e parazitizëm shoqëror, një akuzë që përdorej për njerëzit që nuk kishin punë. Fakti që ai nuk kishte punë sepse sigurimi e kishte bllokuar nuk u përmend në gjyq. Ai u dënua me 5 vjet burg. Kur doli në vitin 1977, ai ishte një njeri i thyer fizikisht, por jo shpirtërisht. Nuk u pendova kur, thot ai sot. Humba 5 vjet të jetës sime, por ruajta dinjitetin tim. Ka gjëra më të rëndësishme se liria fizike. Por sa njerëz si Gjergji ekzistonin? Sa njerëz guxuan të thonin jo? Statistikat janë të vështira për t'u gjetur, por historianët vlerësojnë se më pak se 5% e atyre që u kërkua të bëheshin informator refuzuan plotësisht. Dhe shumica e atyre që refuzuan paguan një çmim të lartë, humbje pune, persekutim, arrest, madje edhe vdekje në disa raste. Pse kaq pak njerëz refuzuan? Përgjigjja nuk është e thjeshtë. Disa pranuan nga frika për veten, për familjen, për të ardhmen. Disa pranuan nga bindje ideologjike, ata vërtet besonin se po mbronin socializmin nga armiqt.
Disa pranuan nga ambicia, bashkëpunimi me sigurimin mund të hapte dyert për karrierë më të mirë, apartamente më të mira, privilegje të veçanta. Dhe disa pranuan sepse menduan se nuk kishin zgjedhje tjetër, nëse refuzonin, dikush tjetër do të bëhej informator dhe do të raportonte për ta gjithsesi. Por ndoshta arsyeja më e thellë ishte diçka tjetër, normalizimi i tradhtisë. Kur të gjithë rreth teje po tradhtojnë, kur sistemi i tërë është ndërtuar mbi spionim dhe denoncim, kur vetë qeveria po të thotë se kjo është detyrë patriotike, bëhet gjithnjë më e vështirë të mbash një pozicion moral. Linja midis së drejtës dhe së gabuar bëhet e turbull. Dhe në atë turbullir, shumë njerëz zgjodhen rrugën e rezistencës më të vogël. Në vitin 1975, Enver Hoxha mbajti një fjalim të fshehtë para byros politike ku deklaroi se sistemi ynë i sigurisë është më i përsosur në botë. Ai kishte të drejtë në një kuptim të tmerrshëm. Asnjë vend tjetër komunist nuk kishte arritur të krijonte një rrjet kaq të dendur spionimi. Asnjë vend tjetër nuk kishte arritur të shndërronte një pjesë kaq të madhe të popullatës në informator. Stasi i Gjermanisë Lindore, që konsiderohej si policia sekrete më e sofistikuar në bllokun lindor, kishte një informator për çdo 163 qytetar. Sigurimi shqiptar kishte një informator për çdo 23 qytetar. Por çmimi i kësaj përsosje ishte shkatërrimi i shoqërisë shqiptare në nivelin më themelor. Besimi, themeli i çdo shoqërie njerëzore, u shkatërrua plotësisht. Njerëzit nuk mund të besonin fëmijëve, miqve, kolegëve, madje as familjes. Çdo bisedë ishte e rrezikshme. Çdo mendim i shprehur mund të kthehej kundër teje. Rezultati ishte një shoqëri e mbyllur, e frikësuar, e paranojake, ku njerëzit jetonin në heshtje dhe vetmi edhe kur ishin të rrethuar nga të tjerë. Dyrfatos Lubonja, një disident i njohur që kaloi 17 vjet në burgjet e Enver Hoxhës, e përshkruan këtë kështu: regjimi i Hoxhës nuk na mori vetëm lirinë fizike. Ai na mori diçka shumë më të thellë, aftësinë për t'u besuar njëri tjetrit. Dhe kur humb besimin, humb thelbin e asaj që do të thotë të jesh njeri. Bëhesh një qenie e izoluar, e mbyllur në veten tënde, e paaftë për të krijuar lidhje të vërteta njerëzore. Kjo është tortura më e madhe që mund t'i bësh një populli. Por si funksiononte konkretisht sistemi i raportimit? Si shkruheshin këto raporte? Çfarë lloj informacionesh kërkonte sigurimi? Dhe si i përdorte ai këto informacione? Për të kuptuar këtë, duhet të shohim nga afër strukturën e brendshme të sigurimit dhe metodat e tij operative. A mund të imagjinoni se çdo fjalë që thoni në privatësinë e shtëpisë suaj po shkruhet në një dosje diku? A mund të imagjinoni se çdo shaka, çdo ankesë, çdo dyshim po analizohet nga oficer të trajnuar për të gjetur shenja të mentalitetit armiqësor? Dhe a mund të imagjinoni se personi që po shkruan këto shënime është dikush që ju e konsideroni mik ose familjar, vazhdimi i skenarëve të sigurimit? Sigurimi kishte krijuar një sistem raportimi kaq të detajuar saqë çdo aspekt i jetës private të një qytetari mund të monitorohej dhe dokumentohej. Çdo informator kishte një oficer kontakti të caktuar, një person nga sigurimi me të cilin takohej rregullisht, zakonisht një herë në javë ose 2 herë në muaj, varësisht nga rëndësia e personit që po monitorohej. Këto takime zhvilloheshin në vende të ndryshme, ndonjëherë në zyrat e fshehta të sigurimit, ndonjëherë në apartamente të sigurta, ndonjëherë madje në parqe ose kafene ku takimi dukej i rastësishëm. Në vitin 1969, sigurimi publikoi një manual të brendshëm me titull Udhëzues për punën me informatorët. Ky dokument, që u zbulua në arkiva në vitin 1994, jep një pamje të frikshme të mënyrës se si funksiononte sistemi. Manuali përcaktonte se çfarë lloj informacionesh duhej të mblidheshin, si duhej të shkruheshin raportet dhe si duhej të trajtonin oficerët informatorët e tyre. Sipas manualit, çdo raport duhej të përmbante 5 elemente kryesore. E para, konteksti, ku dhe kur u tha diçka. E dyta, fjalët e sakta, jo përmbledhje, por citimi i drejtpërdrejtë i asaj që u tha. E treta, gjendja emocionale, a ishte personi i zemëruar, i mërzitur, i gëzuar kur foli. E katërta, reagimi i të tjerëve, si reaguan njerëzit e tjerë të pranishëm ndaj asaj që u tha. E pesta, vlerësimi i informatorit, çfarë mendonte informatori për rëndësinë e asaj që kishte dëgjuar. Por manuali shkonte edhe më tej. Ai jepte udhëzime të detajuara se si të interpretoheshin edhe gjërat më të vogla. Nëse dikush nuk përshëndeste me entuziazëm një lajm të mirë për partinë, kjo ishte shenjë e indiferencës ideologjike.
Nëse dikush shprehte lodhje nga mbledhjet e shumta politike, kjo ishte shenjë e qëndrimit negativ ndaj punës politike. Nëse dikush pyeste shumë pyetje për jetën në vendet e tjera, kjo ishte shenjë e kurreshtjes së dyshimit për botën kapitaliste. Çdo gjë, çdo veprim i vogël, çdo fjalë e thënë rastësisht, mund të interpretohej si diçka e dyshim. Historia e Agron Dakos nga Elbasani tregon se si ky sistem funksiononte në praktikë. Agroni ishte një inxhinier kimist, 35 vjeç, që punonte në një fabrikë të plehrave kimike. Ai ishte i martuar, kishte 3 fëmijë dhe konsiderohej një punëtor shembullor. Por në vitin 1977, ai bëri një gabim të vogël që do t'i ndryshonte jetën përgjithmonë. Në një darkë familjare, Agroni tregoi një shaka që kishte dëgjuar në punë. Shaka ishte për një burr që shkoi në dyqan dhe pyeti për mish. Shitësi i tha se nuk kishte mish. Burri pyeti për djath. Shitësi i tha se nuk kishte djath. Burri pyeti për bukë. Shitësi i tha se nuk kishte bukë. Burri doli dhe një klient tjetër i tha shitësit, ky njeri ka një kujtesë të mrekullueshme, di gjithçka që nuk keni. Ishte një shaka e thjeshtë, një kritik e butë për mungesën e mallrave në dyqane. Por në tryez ishte edhe kushëriri i Agronit, Besimi, që ishte informator. 2 ditë më vonë, Besimi shkroi një raport për oficerin e tij të kontaktit. Raporti ishte 3 faqe i gjatë. Ai përshkruante jo vetëm shakën, por edhe mënyrën se si Agroni e kishte treguar, me një buzëqeshje ironike, me një ton që sugjeronte kritikë. Besimi shkroi se subjekti tregoi një shaka që qartësisht synon të përqesh sistemin ton ekonomik. Ai shtoi se mënyra e tregimit tregon një qëndrim negativ ndaj arritjeve tona socialiste. Dhe në fund, Besimi rekomandoi se subjekti duhet të vihet në mbikëqyrje më të rreptë. Brenda një jave, Agroni u thirr në sigurimi. Oficeri e pyeti drejt për drejt për shakën. Agroni u habit, si e dinin? Ai u përpoq të shpjegoj se ishte vetëm një shaka, asgjë serioze. Por oficeri nuk ishte i interesuar për shpjegime. Shoku Agron, tha ai, ne e dim se ti ke qëndrime negative. Kjo shaka është vetëm një shenjë. Ne po të mbikëqyrim prej kohësh. Ishte një gënjeshtër, ata nuk e kishin mbikëqyrur më parë. Por qëllimi ishte ta friksonte Agronin, ta bënte të mendonte se çdo gjë që kishte thënë ndonjëherë ishte regjistruar. Agroni u kthye në shtëpi i tronditur. Ai i tregoi gruas së tij, Lindës, për takimin. Linda e pyeti, kujt ia the shakën? Agroni filloi të emërtoi njerëzit që ishin në darkë, vëllai, motra, kushëriri Besimi, 2 miq të familjes. Linda e pa me kujdes. Dikush nga ata të ka shitur, tha ajo. Por kush? Agroni nuk mund ta besonte se dikush nga familja ose miqtë e ngushtë do ta trajtonte për një shaka kaq të parëndësishme. Por tani Agroni jetonte në frikë. Ai ndaloi së foluri hapur në shtëpi. Kur vinin mysafir, ai fliste vetëm për gjëra të sigurta, moti, sporti, punët e përditshme. Ai ndaloi së shprehuri çdo mendim që mund të interpretohej si kritik. Madje filloi të vetë censurohej edhe në mendimet e tij, ndonjëherë gjente veten duke menduar diçka kritike dhe menjëherë e ndryshonte mendimin, sikur dikush mund të lexonte edhe mendimet e tij. Ky ishte qëllimi i vërtetë i sistemit. Jo vetëm të mblidhte informacione, por të krijonte një frikë kaq të thellë saqë njerëzit do të censuroheshin vetë. Kur nuk di kush po të dëgjon, kur nuk di kujt mund t'i besosh, zgjidhja më e sigurt është të mos thuash asgjë. Dhe kur një popull i tërë ndalon së foluri, ndalon së menduari, ndalon së shprehurit, atëherë diktatura ka fituar betejën më të rëndësishme, betejën për mendjen. Por sigurimi nuk mblidhte vetëm informacione për atë që njerëzit thonin. Ai mblidhte informacione për gjithçka, për atë që lexonin, për atë që dëgjonin, për atë që vishnin, madje edhe për atë që hanin. Çdo aspekt i jetës private konsiderohej i rëndësishëm, sepse çdo aspekt mund të tregonte shenja të mentalitetit armiqësor. Në vitin 1971, sigurimi filloi një program të quajtur Operacioni Stili i jetës. Qëllimi ishte të identifikoheshin njerëzit që jetonin në një mënyrë që konsiderohej jo marksiste. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë njerëz që vishnin rroba që dukeshin shumë perëndimore, që dëgjonin muzikë që nuk ishte e aprovuar nga shteti, që lexonin libra që nuk ishin në listën e lejuar, që dekoronin shtëpitë e tyre në një mënyrë që konsiderohej borgjeze. Informatorët u udhëzuan të vërenin dhe raportonin për këto gjëra.
Nëse dikush vishte xhinse, një simbol i kulturës perëndimore, kjo duhej raportuar. Nëse dikush kishte një poster të një aktori të huaj në dhomë, kjo duhej raportuar. Nëse dikush dëgjonte muzikë rock në radio të huaja, kjo duhej raportuar. Nëse dikush kishte mobilje që dukeshin shumë luksoze, kjo duhej raportuar. Historia e Mirela Toska nga Durrësi tregon se sa absurde mund të bëhej ky sistem. Mirela ishte një vajzë 20 vjeçe që punonte si sekretare në një ndërmarrje shtetërore. Në vitin 1973, ajo bleu një fustan të ri për një dasmë. Fustani ishte i bukur, me ngjyra të gjalla, me një prerje moderne. Mirela e vishte me krenari në dasmë dhe mori shumë komplimente. Por një nga gratë në dasmë, Flutura, ishte informatore. Flutura shkroi një raport për fustanin e Mirelës. Subjekti vishte një fustan që qartësisht imiton stilin perëndimor, shkruante ajo. Ngjyrat dhe prerja tregojnë një mentalitet borgjez. Subjekti po përpiqet të dallohet nga masat, gjë që tregon individualizam të dëmshëm. Raporti përfundonte me një rekomandim, propozoi që subjekti të paralajmërohet për stilin e saj të veshjes. 2 javë më vonë, Mirela u thirr në zyrën e drejtorit të ndërmarrjes ku punonte. Drejtori, i shoqëruar nga një përfaqësues i organizatës së partisë, i tha Mirelës se kishte marrë ankesa për stilin e saj të veshjes. Shokja Mirela, tha drejtori, ne jemi një shoqëri socialiste. Nuk duhet të imitojmë stilin dekadent të perëndimit. Duhet të vishemi thjesht si masat punëtore. Mirela u habit, çfarë kishte bërë e gabuar? Ishte vetëm një fustan i bukur. Por ajo kuptoi se nuk kishte kuptim të argumentonte. Ajo premtoi se do të vishej më thjesht në të ardhmen. Por incidenti e ndryshoi Mirelën. Ajo filloi të kuptonte se çdo gjë që bënte, çdo zgjedhje e vogël, mund të vëzhgohej dhe gjykohej. Ajo filloi të vishej me rroba sa më të thjeshta, sa më të pangjyrshme. Ajo ndaloi së bëri flokët në mënyra moderne. Ajo u përpoq të bëhej sa më e padukshme, sa më e ngjashme me të gjithë të tjerët. Sepse në Shqipërinë e Enver Hoxhës, të dalluarit ishte e rrezikshme. Siguria qëndronte në anonimitetin, në humbjen e identitetit individual në masën kolektive. Por ndoshta aspekti më i tmerrshëm i sistemit të sigurimit ishte mënyra se si ai përdorte informacionet që mblidhte. Sigurimi nuk arrestonte menjëherë çdo person që thoshte diçka kritike. Jo, strategjia ishte më e sofistikuar. Ai mblidhte informacione për vite të tëra, duke krijuar dosje të detajuara për mijëra njerëz. Dhe pastaj, kur vendoste se një person ishte bërë shumë i rrezikshëm ose kur kishte nevojë për një shembull për të friksuar të tjerët, ai përdorte të gjitha ato informacione të grumbulluara për të ndërtuar një rast kundër personit. Në vitin 1981, sigurimi arrestoi një mësues të njohur nga Tirana, Skënder Brahon. Akuza ishte propagandë dhe agitacion kundër shtetit. Në gjyq, prokurori paraqiti dëshmi që mbulonin 15 vjet të jetës së Skënderit. Kishte citate nga biseda që Skënderi kishte pasur në vitin 1966. Kishte përshkrime të librave që ai kishte lexuar në vitin 1970. Kishte raporte për shaka që ai kishte treguar në vitin 1975. Kishte detaje për miq që ai kishte takuar, për vendet ku kishte shkuar, për gjithçka që kishte thënë në privatësi për 15 vjet. Skënderi dëgjoi me tmerr ndërsa prokurori lexonte këto detaje. Si ishte e mundur që ata dinin gjithçka? Kush kishte qenë duke e mbikëqyrur për aq kohë? Dhe më e rëndësishmja, pse nuk e kishin arrestuar më herët nëse kishin të gjitha këto dëshmi? Përgjigjja ishte e thjeshtë, sigurimi e kishte lënë të lirë sepse donte të shihte me kë do të fliste, kë do të ndikonte, sa larg do të shkonte. Ai ishte një eksperiment i gjallë, një mënyrë për të identifikuar njerëz të tjerë potencialisht të rrezikshëm. Skënderi u dënua me 20 vjet burg. Kur doli në vitin 1991, pas rënies së regjimit, ai kërkoi dosjen e tij. Ajo kishte 3256 faqe. 3256 faqe të jetës së tij, të shkruara nga njerëz që ai kishte konsideruar miq, koleg, madje edhe familjar. Kur e pyetën si e ndjente, ai tha, është sikur të lexosh biografinë tënde të shkruar nga armiqtë e tu. Çdo moment i lumtur, çdo shpresë, çdo ëndër është e shtrembëruar, e interpretuar si diçka e keqe, diçka e dyshimit.
Nuk është vetëm tradhtia që të dhembë, është fakti se jeta jote e tërë është reduktuar në një koleksion të dyshimeve dhe akuzave. Por si ndikoi ky sistem në shoqërinë shqiptare në tërësi? Çfarë ndodh me një popull kur besimi shkatërohet plotësisht? Psikologët që kanë studiuar efektet e regjimeve totalitare flasin për një fenomen të quajtur trauma kolektive, një dëmtim psikologjik që prek jo vetëm individet, por të gjithë shoqërinë. Dura Arjan Bregu, një psikolog që ka punuar me viktimat e sigurimit për 20 vjet, shpjegon, kur besimi shkatërohet në një shkallë kaq masive, efektet janë të thella dhe afatgjata. Njerëzit zhvillojnë atë që ne e quajmë paranojë të justifikuar, një dyshim i vazhdueshëm ndaj të tjerëve që nuk është një çrregullim mendor, por një përgjigje racionale ndaj një situate reale rreziku. Problemi është se kjo paranojë nuk zhduket menjëherë kur rreziku largohet. Ajo bëhet pjesë e mënyrës se si njerëzit lidhen me njëri tjetrin. Efektet shihen edhe sot, më shumë se 30 vjet pas rënies së regjimit. Shumë shqiptarë ende kanë vështirësi të mëdha në të besuar njerëzit. Ata janë të kujdesshëm për atë që thonë, edhe kur nuk ka më arsye për frikë. Ata kanë vështirësi në të krijuar marrëdhënie të thella, intime, sepse një pjesë e tyre ende pret tradhtinë. Dhe kur dosjet e sigurimit u hapën dhe njerëzit zbuluan se kush i kishte tradhtuar, shumë marrëdhënie u shkatëruan përgjithmonë. Historia e familjes Kola nga Korça ilustron këtë tragjedi. Kur dosjet u hapën, zbuluan se gjyshi, Petro, kishte qenë informator për sigurimin për 30 vjet. Ai kishte raportuar për fëmijët e tij, për nipërit, për miq, për fëmijët. Kur familja e zbuloi këtë, ata u mblodhën për të vendosur çfarë të bënin. Disa donin ta përjashtuan Petron nga familja. Disa donin ta falnin. Disa thjesht nuk donin të flisnin më për të. Në fund, ata vendosën të organizonin një takim ku Petro do të shpjegonte pse e kishte bërë. Petro, që ishte 85 vjeç, erdhi në takim i dobët dhe i sëmur. Ai u ul dhe filloi të flasë. Në vitin 1953, tha ai, më arrestuan për 2 ditë. Më thanë se kishin dëshmi se unë kisha folur kundër partisë. Nuk kisha folur, ishte një gënjeshtër. Por ata më thanë se nëse nuk bashkëpunoja, do të më dënonin dhe familja ime do të vuante. Kisha 5 fëmijë të vegjël. Gruaja ime ishte shtatzën me të 6. Çfarë mund të bëja? Ai vazhdoi, në fillim mendova se do të shkruaja raporte të parëndësishme, gjëra që nuk do t'i dëmtonin askën. Por ata nuk ishin të kënaqur. Më thanë se nëse raportet e mia nuk ishin të dobishme, do të konsideroheshin si mos kooperim. Kështu që fillova të jepja më shumë detaje. Dhe sa më shumë jepja, aq më shumë kërkonin. Bëhej si një sëmundje, sa më shumë tradhtoje, aq më e lehtë bëhej të tradhtoje përsëri. Në fund, nuk e ndjeja më. Ishte thjesht diçka që bëja, si puna ose ngrënia. Familja e dëgjoi në heshtje. Kur mbaroi, djali më i madh, Marku, foli. Baba, tha ai, unë u arrestova në vitin 1978 për gjëra që kisha thënë në shtëpinë tonë. Kalova 10 vjet në burg. 10 vjet ku çdo ditë pyesja veten kush më kishte tradhtuar. Dhe tani zbuloj se ishe ti, babai im, njeriu që supozohej të më mbronte. Marku u ngrit dhe doli nga dhoma. Ai nuk foli më kurrë me Petron. Por jo të gjithë në familje reaguan në të njëjtën mënyrë. Vajza më e vogël, Elira, e përqafoi Petron. Baba, tha ajo, unë kuptoj. Ishe në një situatë të pamundur. Nuk mund të gjykoj zgjedhjet që bëre nën atë presion. Por edhe Elira nuk mund ta harronte. Marrëdhënia e saj me Petron nuk ishte më e njëjtë. Kishte një distancë, një kujdes, një pjesë të besimit që ishte humbur përgjithmonë. Petro vdiq 2 vjet më vonë. Në varrim, vetëm gjysma e familjes erdhi. Tjetra gjysmë nuk erdhi, ata nuk mund ta falnin. Dhe ata që erdhen nuk erdhen sepse kishin falur, por sepse ndjeheshin të detyruar nga detyra familjare. Ishte një varrim i trishtuar, i mbushur me heshtje dhe fjalë të pathëna. Kjo është trashëgimia e sigurimit, jo vetëm dosjet, jo vetëm burgjet, por shkatërimi i marrëdhënieve njerëzore në nivelin më themelor. Kur një sistem të detyron të tradhtosh ata që do, kur të bën bashkëpunëtor në shtypjen e të tjerëve, ai nuk shkatëron vetëm viktimat, ai shkatëron edhe tradhtarët. Sepse si jeton me veten kur e di se ke tradhtuar njerëzit që duhet I doje më shumë? Si flen natën kur e di se fjalët e tua dërguan dik në burg?
Si shikon në pasqyrë kur e di se je bërë pjesë e një makine që shtyp njerëzit. Shumë ish informator kanë folur për këtë barë. Disa thonë se nuk mund ta falin veten. Disa thonë se përpiqen të justifikojnë veprimet e tyre, por justifikimet tingëllojnë bosh edhe për ta. Disa thonë se kanë përpjekur të harrojnë, por nuk mund të harrojnë. Dhe disa thonë se kanë jetuar me fajin çdo ditë për 30 vjet, një faj që nuk largohet kurrë. Por çfarë ndodhi me vetë sigurimin kur regjimi ra? Çfarë ndodhi me oficerët, me dosjet, me të gjithë atë aparat gjigant spionimi? Kjo është një histori tjetër, po aq e dhimbshme dhe po aq e rëndësishme për të kuptuar trashëgimin e regjimit të Enver Hoxhës. Në dhjetor të vitit 1990, kur protestat të mëdha filluan në Tiranë dhe qytete të tjera, oficerët e sigurimit e kuptuan se fundi po vinte. Ata filluan të shkatëronin dëshmi. Në selit të sigurimit në Tiranë, zjarret digjinin ditë e natë, ndërsa mijëra dosje hidheshin në flak. Në degët rajonale, oficerët po ngarkoheshin kamion me dokumente dhe po I dërgonin në vende të fshehta për t'i djegur. Por ata nuk arritën të shkatëronin gjithçka. Kur qeveria e re mori pushtetin në mars të vitit 1991, ata urdhëruan mbrojtjen e arkivave të sigurimit. Ushtria u dërgua për të siguruar ndërtesat. Por ishte shumë vonë për shumë dosje, vlerësohet se rreth 30% e dokumenteve ishin shkatëruar tashmë. Ato që mbetën ishin ende një sasi e jashtëzakonshme, 20 milion faqe, siç u përmend në fillim. Por çfarë të bëje me to? Kjo u bë një nga çështjet më të nxehta politike të Shqipërisë së re. Disa argumentuan se dosjet duhej të hapeshin plotësisht, që të gjithë të mund të shihnin se kush kishte qenë informator. Të tjerë argumentuan se kjo do të shkaktonte kaos, do të shkatëronte familje, madje mund të çonte në dhunë. Në fund, u arrit një kompromis. U krijua Instituti për Studimin e Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, një institucion që do të ruante dosjet dhe do t'u jepte qytetarëve të drejtën të shihnin dosjet e tyre personale. Por procesi ishte I ngadalë. Kishte vetëm pak punonjës, dosjet ishin në gjendje të keqe dhe shumë njerëz kishin frikë të shihnin të vërtetën. Në vitet e para, vetëm disa qindra njerëz kërkuan dosjet e tyre. Por gradualisht, numri u rrit. Deri në vitin 2000, rreth 10.000 njerëz kishin parë dosjet e tyre. Deri në vitin 2010, numri kishte arritur në 30.000. Dhe çdo herë që dikush hapte dosjen e tij, një tjetër tragjedi familjare zbulohej. Por a duhej të hapeshin këto dosje? A ishte më mirë që njerëzit të dinin të vërtetën, edhe nëse e vërteta ishte e dhimbshme? Apo ishte më mirë të lihej e kaluara në të kaluarën, të mos rihapeshin plagët e vjetra? Kjo është një pyetje që Shqipëria ende po përpiqet ta përgjigjet. Disa argumentojnë se e vërteta është gjithmonë më e mirë se gënjeshtra, pavarësisht sa e dhimbshme është. Ata thonë se vetëm duke përballuar të kaluarën mund të shërohen plagët, mund të mësohen mësimet, mund të ndërtohet një ardhme më e mirë. Të tjerë argumentojnë se disa të vërteta janë shumë të dhimbshme, se disa plagë është më mirë të lihen të mbyllura, se shoqëria ka nevojë për falje dhe harresë, jo për gjykim dhe ndëshkim. Por ndoshta e vërteta është diku në mes. Ndoshta disa njerëz kanë nevojë të dinë, ndërsa të tjerë kanë nevojë të harrojnë. Ndoshta disa familje mund të shërohen duke përballuar të vërtetën, ndërsa të tjera do të shkatërohen nga ajo. Ndoshta nuk ka një përgjigje të vetme, një zgjidhje të vetme për një tragjedi kaq komplekse dhe kaq të thellë. Por një gjë është e qartë, trashëgimia e sigurimit, trashëgimia e 20 milion dosjeve të frikshme, është ende me Shqipërinë sot. Ajo jeton në marrëdhëniet e thyra, në besimin e humbur, në frikën që ende mbetet në zemrat e shumë njerëzve. Dhe derisa Shqipëria të përballojë plotësisht këtë trashëgimi, derisa të gjejë një mënyrë për të shëruar plagët e së kaluarës, ajo do të vazhdojë të jetojë në hijen e asaj kohe të errët. A mund të falet një popull që tradhtoi veten? A mund të shërohen plagët e një shoqërie që u shkatërrua nga brenda? Dhe çfarë mësimesh mund të mësojmë nga kjo tragjedi, që të sigurohemi se asnjëherë më nuk do të ndodhë përsëri, vazhdimi I skenarëve të sigurimit. Në vitin 1997, një grua e moshuar nga Gjirokastra hyri në Institutin e Studimit të Krimeve të Komunizmit me një kërkesë të çuditshme. Ajo nuk donte të shihte dosjen e saj. Ajo donte të shihte dosjen e burrit të saj, që kishte vdekur 10 vjet më parë. Punonjësit e institutit u përpoqën ta bindnin se kjo mund të ishte e dhimbshme, se ndoshta ishte më mirë të mos dinte. Por gruaja insistoi.
Kam jetuar 50 vjet me atë njeri, tha ajo. Kam të drejtë të di kush ishte vërtet. Kur ajo hapi dosjen, gjeti diçka që nuk e kishte pritur. Burri i saj, Lambi, kishte qenë informator për sigurimin për 38 vjet. Por ajo që e tronditi më shumë nuk ishin raportet që ai kishte shkruar për të tjerët. Ishte një letër që Lambi kishte shkruar për veten e tij, një lloj ditar që kishte mbajtur në dosjen e tij, ku shpjegonte pse e bënte atë që bënte. Çdo natë kur vi në shtëpi, shkruante Lambi në vitin 1963, shoh fytyrën e gruas sime dhe ndihem si një mashtrues. Ajo mendon se jam një burr i ndershëm, një shtyllë e familjes. Por unë e di të vërtetën. Unë jam një tradhtar që shet njerëzit për të mbajtur familjen time të sigurt. Çdo raport që shkruaj është një copë e shpirtit tim që vdes. Por çfarë zgjedhje e kam? Nëse ndaloj, ata do të vinë për mua, për gruan time, për fëmijët e mi. Kështu që vazhdoj. Dhe çdo ditë vdes pak më shumë nga brenda. Gruaja lexoi këtë me lot në sy. Për 50 vjet, ajo kishte jetuar me një burr që mbante një sekret kaq të rëndë. Për 50 vjet, ai kishte vuajtur në heshtje, duke mbajtur maskën e njeriu të ndershëm, ndërsa brenda po shkatërrohej nga faji. Ajo kur nuk e kishte ditur. Ai kur nuk ja kishte treguar. Dhe tani, 10 vjet pas vdekjes së tij, ajo po zbulonte një të vërtetë që ndryshonte gjithçka që kishte menduar se dinte për martesën e saj. A e doja vërtet? Pyeti ajo veten ndërsa dilte nga instituti. Apo isha vetëm një pjesë e maskës së tij? Dhe ai më donte mua, apo më përdorte si justifikim për atë që bënte? Këto pyetje nuk do të kishin kurrë përgjigje. Lambi kishte vdekur duke mbajtur sekretet e tij. Dhe gruaja e tij tani duhej të jetonte me një të vërtetë që nuk mund ta ndryshonte, por që ndryshonte gjithçka. Kjo është një nga mira historitë të ngjashme që kanë dalë në dritë gjatë 30 vjetëve të fundit. Çdo dosje që hapet zbulon një tjetër tragjedi, një tjetër familje të shkatëruar, një tjetër jetë të jetuar në gënjeshtër. Por ndoshta aspekti më i tmerrshëm i gjithë kësaj historie është se shumë nga informatorët nuk ishin njerëz të këqij. Ata ishin njerëz të zakonshëm, të vendosur në situata të pamundura, të detyruar të zgjedhin midis të këqijave. Ilda Rusi, një sociolog që ka intervistuar dhjetëra ish informator, shpjegon, shumica e njerëzve që u bën informator nuk e bën nga dashuria për regjimin. Ata e bën nga frika. Frika për veten, për familjen, për të ardhmen. Dhe kur je në një situatë ku çdo zgjedhje është e keqe, ku çdo rrugë çon në vuajtje, çfarë bën? Zgjedh vuajtjen që duket më e vogël në atë moment. Por ajo zgjedhje të ndjek për gjithë jetën. Në vitin 2005, një grup ish informatorësh vendosën të organizonin një takim të fshehtë. Ata nuk donin publicitet, nuk donin të njiheshin. Thjesht donin të flisnin me njëri tjetrin, të ndanin barën që të gjithë mbanin. Takimi u mbajt në një shtëpi private në periferi të Tiranës. Erdhën 23 njerëz, burra dhe gra, të rinj dhe të vjetër, nga qytete të ndryshme të Shqipërisë. Ata filluan të ndanin historitë e tyre. Një burr tregoi se kishte raportuar për vëllain e tij dhe vëllai kishte përfunduar në burg për 5 vjet. Çdo ditë për 30 vjet, tha ai, kam jetuar me atë faj. Çdo herë që shoh vëllain tim, shoh akuzën në sytë e tij, edhe pse ai nuk e di se isha unë. Një grua tregoi se kishte raportuar për bashkëshorten e saj dhe martesa e tyre kishte përfunduar kur e vërteta doli në dritë. Humba njeriun që doja më shumë në botë, tha ajo, për shkak të një sistemi që më detyroi të zgjedh midis dashurisë dhe frikës. Por ndoshta historia më e dhimbshme erdhi nga një burr i moshuar që kishte qenë informator për 45 vjet. Unë nuk kam jetuar asnjë ditë të vërtetë në jetën time, tha ai. Çdo bisedë ishte e rreme. Çdo miqësi ishte e rreme. Çdo moment ishte i mbushur me gënjeshtër. Dhe tani, në fund të jetës, kur shikoj prapa, shoh një jetë të zbrazët, një jetë ku nuk kam qenë kur vërtet unë. Kam qenë gjithmonë dikush tjetër, dikush që luante një rol, dikush që mashtronte të gjithë, duke filluar nga vetja ime. Takimi përfundoi pa zgjidhje, pa ngushëllim. Por të paktën për disa orë, këta njerëz kishin mundur të flisnin hapur, të ndanin barën që mbanin. Dhe ndoshta kjo ishte gjëja më e mirë që mund të bënin, të pranonin se çfarë kishin bërë, të jetonin me pasojat dhe të përpiqeshin të gjenin një mënyrë për të vazhduar. Por çfarë ndodhi me vetë oficerët e sigurimit, me ata që drejtuan këtë sistem të tmerrshëm?
Çfarë ndodhi me njerëzit që rekrutuan informatorët, që lexuan raportet, që vendosën kush do të arrestohej dhe kush do të lihej i lirë? Kjo është një pjesë tjetër e historisë, po aq e errët dhe po aq e rëndësishme. Kur regjimi ra në vitin 1991, shumë oficerë të lartë të sigurimit u arrestuan. Disa u gjykuan për krime kundër njerëzimit. Disa u dënuan me burgim. Por shumica e oficerëve të nivelit të mesëm dhe të ulët nuk u prekën kurrë. Ata thjesht humbën punët e tyre dhe u integruan në shoqërinë e re. Sot, 33 vjet pas rënies së regjimit, shumë ish oficerë të sigurimit jetojnë jetë të qeta në Shqipëri. Disa kanë ndryshuar identitet. Disa kanë lëvizur në qytete të tjera. Disa kanë krijuar biznese të suksesshme. Dhe shumë prej tyre nuk kanë folur kurrë publikisht për atë që bën, për rolin që luajtën në shtyp.